Venezuela liron kapon. Presidenti i Kolumbisë është shtetas shqiptaro-kolumbian. Venezuela ka liruar disa kolumbianë të arrestuar në territorin e saj. Vendimi vjen pas një marrëveshje mes presidentëve Nicolás Maduro dhe Gustavo Petro. Ky fundi tha se mes të liruarve është dhe një kapo, bëhet fjalë për një shtetas shqiptaro-kolumbian. Presidenti kolumbian Gustavo Petro konfirmoi të njëjtën me 23 tetor lirimin e qytetarëve kolumbian të ndaluar në Venezuelë. Kam arritur të liroj kolumbianët nga burgjet venezuelane dhe gjithë janë qytetarë të pafajshëm, me sa duhet mes tyre është një baron droge, deklaroi ai gjatë një konferencë për shtyp. Presidenti konfirmoi se trafikanti i dyshuar i drogës, i cili do t'i dorëzohet Kolumbisë nga autoritetet venezuelane, është një shtetas shqiptaro-kolumbian. Megjithatë, Petro në Ministria e Jashtme kolumbiane nuk kanë konfirmuar numrin e saktë të qytetarëve të liruar. Më 19 tetor, Ministria e Jashtme kolumbiane njoftoi se Venezuela do të lironte kolumbianët e burgosur.